40 vjet nga revolta e Qafbarit, ishte ekspozita e pikturës e hapur në ambientet e bibliotekës Gjergj Fishte në Lezhë. Përmes fotove dhe dokumenteve, Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit prezantoi para nxënësve të shkollave fakte, dëshmi dhe reflektime mbi këtë ngjarje të rëndësishme të historisë së diktaturës në Shqipëri. Ne sot kemi ardhur me një ekspozit shëtitëse, duke qenë se ekspozitat në institutin tonë janë ekspozita shëtitëse, për t'ju informuar ju dhe për t'ju vënë përballë fakteve të dhënave statistikore se çfarë ka ndodhur mbi të dënuarit e asaj kohe, sa prej tyre kanë dënuar jetë, sa janë keq trajtuar, sa janë burgosur. Dhe sot kemi ardhur me ekspozitën 40 vjet nga revolta e Qafbarit. Jam shumë e bindur që keni dëgjuar dhe për revoltën e Spaçit, jam e bindur që keni dëgjuar dhe për revoltën e Qafbarit. Janë revolta të cilat zakonisht janë organizuar për shkak të kushteve tepër të vështira për dhunën së vazhdueshme që bëjnë ndaj të burgosurve politik kryesisht. Ekspozitën e përshëndeti edhe drejtori i kulturës dhe trashëgimisë kulturore në Bashkinë Lezhë, Keler Sufja, i cili vlerësoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla në edukimin e brezit të ri dhe ruajtjen e kujtesës historike. Ne bëjmë të gjë sepse duam që ju ta keni një informacion më të thelluar, që ju ta kujtoni, të keni informacion memorje, se siç themi zakonisht edhe rithehemi her pas here dhe nuk do lodhemi ta bëjmë, që historitë apo ngjarjet që tentojnë të harrohen apo mos përmenden sa duhet, kanë tendencë të ripërsëriten. Dasht universi, Zoti, natyra që këto gjëra mos na përsëriten, po ne kemi detyrën që t'ja rikujtojmë sidomos brezave të rinj, në mënyrë që ne të kuptojmë më shumë edhe të shohim se sa vetë njeriu, sa jashpër është me vetë njeriu, duke përdor mekanizma ligjore ose jo, po deri në çfarë pike mundemi me shku. Edhe kjo është një për arsyeve që ne kemi qejf që ta ndajmë këtë gjë me ju sot. Kjo ekspozitë shërbeu si një mundësi e vyer për të reflektuar mbi të kaluarën dhe për të forcuar ndërgjegjësimin historik të rinjve.